Shkolla mesme e bashkuar e Çoravës tashmë edhe me drejtim profesional ka organizuar një sër punimesh për këtë vit shkollor në bazën prodhuese të saj. Për këtë vit mësimor janë mbjell 10 dynym grur dhe 6 dynym fidan pemësh. Pamjet që shikoni i përkasin momenteve të punës nga vetë nxënësit dhe specialistët e kësaj shkolle për mbjelljen e pemëve, financimit të cilave është realizuar nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale. Shumë shpejt, si pas drejtuesve dhe specialistëve të kësaj shkolle, do të dalin edhe specialistë të bujqësisë dhe agrobiznesit të vlefshëm për tregun e punës dhe veçanërisht për zonën në cilën është e zhvilluar më tepër vreshtaria dhe pemtaria. Shkolla jonë ka një përvojë të gjatë. Kjo erdhi si vazhdimi i shkollës bujqësore që ishte në Monizëm. Sot është në formë politeknikumi dhe çdo vit nxjerr specialistë që përshtaten fermave, ku dhe drejtimi i zonës ndodhet shkolla është drejtimi bujqësi blegtori. Siç e shikoni edhe vetë, edhe shkolla ka një aktivitet të gjerë për sa i përket pemtarisë dhe kulturave të arave, po edhe vetë zona ka vreshtari, pemtari, të cilat kërkojnë në brezin e arsimuar për ta vazhduar traditën e bujqësisë të zonës tonë. Si e vetmja rrugë për të krijuar vetë punësim në fermat e tyre, ose për të konkuruar në tregun e punës brenda vendit apo jashtë.